Kjo do të ishte bërë më herët, realisht. Veliaj është akuzuar zyrtarisht, ka marrë akuzën zyrtare. Po. Ndodhi tani që ndodhi, mendoj që Erion Veliaj i ka larë hesapet përfundimisht me PS-n apo me politikën? Politikën. Nuk ka rikthim të Erion Veliaj. Pa ajo çfarë ka ndodhur tek Erion Veliaj është një gjë shumë e shëmtuar, të cilën vjen rasti që ta them këtu, nuk mund të trajtohet subjekti penal, siç ishte në këtë rast Erion Veliaj, të marrësh element nga dosjet hetimore të tij dhe t'i ofrosh media si ushqim, duke denigruar figurën e personit i cili është në hetim. E keni fjalën për ato që dolën për bashortën e tij? Pa diskutim se nuk është puna ta rikthejmë se bëjmë tjetër gjë dhe ne. Jo, thjesht por problemi është kjo është e patolerueshme. Kjo është e patolerueshme sepse pikëpari është prezumimi i pafajësisë dhe deri në momentin kur tjetri është i dënuar me vendim forme sprejer, ti nuk mund ta trajtosh as si hajdut, as si kriminal. Por mund bashkëzohesh tek faktet. Unë e kam parë një pjesë të dosjes atij dhe ai ka shumë episode penale. Ndoshta më shumë edhe se ai Escobari, Pablo Escobar, realisht ka më shumë episode penale. Por kjo nuk do të thotë se janë të fashme, ato duhen vërtetohen. Duhen vërtetohen dhe sipas një vendimi të formës sprejer, ai shpallet fajtor dhe le ta gjykojmë si fajtor dhe pastaj ka fajin e drejtë. Por nuk mund ta denigrosh dhe nuk mund të ndërtosh propagandë me materialin hetimor ku prokuror të caktuar denigrojnë figurën e tij. Pastaj edhe nëse është në burg, edhe nëse shpallet fajtor, prapë nuk ke të drejtën ti denigrosh figurën. Kjo është e patolerueshme dhe veçanërisht është një mehet shumë e madhe e sistemit të drejtësisë dhe veçanërisht e drejtësisë re. Kjo është ajo çfarë kam për zotin Veliaj. Pesa tjetër, ato çfarë mendoj, zoti Veliaj përfundoi preku dekadencën e vet në formën ashtu siç i erdhi dekadenca. Pra, e gjithë karriera e zotit Veliaj ka qenë një karrierë e krijuar në mënyrë të falur, në mënyrë të pamerituar. Edhe Veliaj thuaj është falur sepse ja është dhënë, ja dhuru karriera, ja është dhuru hapësira publike, ja është dhuru protagonizmin në hapësirën publike. Ai vinte te mjaftë, pa mend kur bënte te mjaftë ato. Është produkti filozofisë dhe i ne gjithë jemi këtu, kemi marrë shkolla komunikimi dhe e dim shumë mirë se si krijohen dhe pse krijohen soft power-et e caktuara, qoftë shoqata, media, analistë, gazetar, janë pjesë e një grupi, pjesë e një entourazhi shumë të madh ose një mekanizmi shumë të madh i cili për arsye të caktuar në një moment caktuar, krijon vatra mendimi, vatra rebelimi, krijon flukse kulturore, flukse qytetare që në mënyrë krejtësisht artificiale, sepse nëpërmjet propagandistisë, fuqisë medias, këto trajtohen si asete kombëtare apo si asete të cilët vetëm këto mund ta bëjnë këtë gjë. Mjafton të ngrihesh në podium dhe është madhështia e podiumit që krijon rëndësinë, por në thelb duhet parë karriera, lufta, forca, karakteri, sepse njerëzit që ngrihen në detyrë pa një background profesional, integritet profesional, nuk kanë për çfarë ta bëjnë luftën. E bëjnë luftën vetëm për para dhe për ekonomi. Por një profesionist, një njeri i cili është gjakosur për të krijuar identitetin e tij profesional, e bën luftën dhe për dinjitetin. Emrusi gjithë këtyre që kanë rënë burg është vetëm luftë për dinjitetin, nuk bëjnë këta. Këta bëjnë luftë për paran, për dinjitetin nuk bëjnë luftë. Nuk bëjnë luftë për familjen, nuk bëjnë luftë për emrin, nuk bëjnë luftë për trashëgiminë e tyre, për fëmijën e tyre që ndjen krenar nesër. Ku e keni ju? Pavarësisht që ndodhet pas hekura, pse Erion Veliaj gjithë këtë masakër, korrupsioni e bëri pa dieninë e shefit qeverisë. Kullat kush i jep? Bashkia apo KKRT-ja? KKRT-ja. Po pa diskutim. Pse është zoti Veliaj? Ku është pastrimi i parave sot? Dha një mesazh. Ku është pastrimi i parave këtu? Ku është pastrimi i parave që ka shkatruar GDP-n e këtij vendi? Kjo është e vërteta, zotëri. Dhe zoti Veliaj duhet luftojë për dinjitetin tashmë, jo për ti, as për bashortës ti, për të djalit ti. Për atë ka detyrë të luftojë që nesër djali vet mos të jetë kokulur. Atëherë, nëse ky ka bërë dhe pretendon që ka bërë një karrierë të pamerituar, ja është dhënë ajo falas. Pra Edi Rama ja ka dhuruar atë. Dhe Edi Rama ka drejtën përderisa i ka dhuruar pasurinë dhe nuk i ka pranuar lojat pas shpine Edi Ramës për t'i zënë vendin, atëherë e meriton ai. Ai ndihet e meritoi unë këtë gjë. Se Edi Rama më dha gjithçka, unë nuk i binda urdhit e Edi Ramës dhe tani le të bëj burgun, partia ime më dënon. Se kjo është logjika. Jo zotëri.
Ne në kryet shtetit, duhet të ndërtojmë njerëz të cilët kanë bërë karrierë dhe kanë çfarë të mbrojnë jetë. Jo njerëz të cilët nuk e dinë pse janë dhe në një moment caktuar gjenden princat të këtij vendi. Prandaj kam qenë gjithmonë dhe do jem gjithmonë kundra njerëzve të cilët vinë pa një produkt profesional. Është shumë e rëndësishme kjo normal, sepse njeriu duhet dije në momentet vështira çfarë do të mbrojë. Çfarë duhet mbroj? Po duhet të jetë rritur dhe në betejë. Po betejat e krijon liderin politik. Një lider politik bëhet nga betejat. Nuk bëhet vetëm në Shqipëri ke lidera politik që nuk i prodhojnë betejat. Ke Gazbardhin që e bëri Sali Berisha sot kryetar grupit Partisë Demokratike, është i vetmi produkt në Partinë Demokratike që s'ka bërë një garë. Është i vetmi produkt që ka humbur në mënyrën më të turpshme. Është i vetmi produkt që ka sulmuar në mënyrën më brutale liderin e Partisë Demokratike duke u futur në familje. Dhe është ai njeri i cili sot gjendet aty ku është, pse? Sepse politika ndonjëherë i merr njerëzit pa skrupuj, i merr për t'i përdorur sepse ata janë njerëzit gjylet e topit që mund godasin pa frera, pa dignitet, pa moral kundërshtarët e tij politik. Dhe kjo nuk është kulturë politike, kjo nuk ndërton institucione, kjo shkatron institucione. Andrej, një këndvështrim për te që sapo tha Reldari mbi njerëzit. Edhe për qëndrimet e Gazbardhit, por edhe se çfarë ndodh tashmë, a do ketë fuqi Velia të reagoj pas hekurave? Nuk është se ka një për çfarë do të reagojë Velia, nuk është se ka një gjithë fuqia Velia do të përmbledhet mbi daljen për sa kohë ai pretendon se është i pafajshëm, dalje i pafajshëm nga dera e gjykatës. Pjesa tjetër politike, pastaj në kushtet ku ishte Velia, që pas arrestimit nuk pretendoni se do bënte një politikë të madhe për te pas qelisë. Nuk ke mundësi fizike ti. Nuk ke asnjë mundësi fizike. Thjesht mund delegosh detyra, po Bashkia Tiranë nuk është një bashki. E kupton sa e rëndësishme është që delegosh nga burgu sa të vi letra ta çosh prap mbrapa, nuk ka logjik. Çfarë do ta ndjekin nëpërmjet televizionit apo telefonit? Mund të bëhet i penduar i drejtësisë nëse shikojnë që Partia Socialiste, po nëse Eldari thot gjithë to kulla janë dhënë me bekimin e Edi Ramës. Po jo, ka KKRT-ja thot Eldari. Po pra është Edi Ramës. Është po Edi Ramës Është me bekimin. Ato janë dhënë nga Rama, s'ka punë Erioni këtu. Po pra, këtë po thash. Po ti po më jam rregull, po më thot do i bëhet i penduar pse ka dhënë Rama kullat. Jo, po them në një Dëgjove çfarë tha Ermali, prandaj nuk e lidhem me atë që theti Eldari. Jo, pse ka dhënë Rama kullat, se Rama ka dhënë. Po them në gjithë që çfarë ka ndodhur dhe që akuzon Spaku. Erion Velia nuk mund të ketë qenë